Ka një sistem i cili quhet sistemi i qarkullimit të dokumentave me nënshkrim elektronik, i cili monitoron në kohë reale punën e të gjitha institucioneve përkatësisht me aplikimet që ju vijnë, dhe në kohë reale koordinatorët e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje i shohin këto aplikime, rakordohen me institucionet dhe bëjnë të mundur që të gjitha aplikimet të realizohen në kohë reale dhe me cilësi. Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje është tani më e sprovuar me procesin e dhënies së shërbimeve. Kjo sepse në këto 4 vite gjysëm ekzistencë ne kemi trajtuar mbi 153.000 problematika qytetarësh dhe ju kemi dhënë zgjidhje përfundimtare mbi 61% të tyre. Por ndërkohë agjencia është pjesë e procesit të monitorimit kur aplikimet ka nevojë për dokumenta shoqërues dhe siguron të ndjeki të gjithë procesin kur institucioni duhet për llogaritë të qytetarit dhe të biznesit të marrë dokumentat në institucionin tjetër. Ne kemi ligjin e Bashkëqeverisjes, i cili është miratuar në nëntor të vitit 2021, një ligj i cili na jep mundësinë që pikërisht për këtë sistem jo vetëm ta monitorojmë, jo vetëm ta kontrollojmë, por kurdo shohim se ka fenomene të pengesave apo të harresave, ne kemi mundësinë që t'i parashtrojmë institucionet e titullarëve masa administrative për punonjësit të cilët nuk e kanë bërë detyrën apo dhe masa financiare. Kjo është një pyetje shumë e vlefshme. Në çdo moment ku qytetari, në momentin që merr shërbimin nëpërmjet Albanias, identifikon që ka problematika me shërbimin, ai mund të shkruajë në platformën e Bashkëqeverisjes shqipëria.duam.al, parashtroj ankesën e tij dhe ne në kohë reale, duke qenë që tani më monitorojmë të dyja sistemet, mund të shohim se ku është problematika me aplikimin e tij dhe të koordinojmë me institucionin për zgjidhjen e kësaj çështje. Të gjithë punonjësit do të vazhdojnë të punojnë në të njëjtin pozicion që kanë pasur përpara 1 majit. Thënë kjo, për institucionet të cilat mbyllin totalisht sportelet, punonjësit tani më nuk janë në sportel fizik, po kalojnë në një sportel online. Çfarë do të thotë kjo? Punonjësit do të punojnë pas kompjuterit dhe do të ndihmojnë për zhvillimin e aplikimit për sa i përket shërbimeve që jep institucioni. Vlen të theksohet fakti që në rastin e Adisës, të gjithë punonjësit e Adisës, nga momenti i mbylljes së Adisave në qendër dhe në territor, nga 1 maj, ata janë në bashkëpunim të ngushtë me stafin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje, sepse së bashku do të monitorojmë sistemin e rëndësishëm të dokumentave, të qarkullimit të dokumentave me nënshkrim elektronik, për të siguruar që çdo aplikim merr përgjigje në kohë.